Starton këtu dueli. Asistent Bajgorës. Direkt në shtyllën e parë, topi devijohet. 1-0. Realizon drita minuta 21. Ron Broja. Shumë mirë u përgatit kjo goditje standarde nga skuadra mysafire dhe në shtyllën e dytë. Ringarkim në shtyllën e dytë, Shehi i pa markuar goditja ti me kokë, ka pritur Smakiqi. Ka qendra pasimi për Zidane, është liruar mirë, reziston, qëndron në këmbë, Zidane, tentativa pritet e dyta në rrjet përfundon. Shënon Kristal Abazaj, minuta 53. Smakiqi, por pastaj Adolit shënon të Abazaj. Me 0 për dritën, që nga fillimin ndeshjes dha këtë përshtypje. Tani është mundësia shumë e mirë për vendasit, kjo goditje Behluli ka pritur. Në rasti i par ideal në këtë ndeshje për skuadrën e Shpëtim Babajt, Hasanaj me mundësin. Mbyllësina fiton drita 2-0 përballë Prishtinës.